Skaje Moju Klindori, Bashkisë së Dropullit, pika kufitare dhe fshati Sopik në Pogon, bashkoi përfaqësuesit politik të diplomacisë shqiptare dhe greke. Takimi dy palësh midis përfaqësuesve të Ministrisë së Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Greqisë do të zhvillohet në aksin rrugor pika kufitare e Sopikut dhe fshatit Sopik. Është një bashkëpunim që ka filluar para disa vitesh dhe si objektiv kryesor ka zhvillimin e zonës, zhvillimin rrugor. Zëvendës Ministrja e Jashtme e Shqipërisë, zonja Vilma Premti, dhe zëvendës Ministri i Jashtëm i Greqisë që mbulon çështjet e diplomacisë ekonomike, inauguruan 5 km të segmentit rrugor pika kufitare Sopik Poliçan në një gjatësi 13 km. Ky investim u bë mundur fal një investimi të Bashkisë Dropull me një fond prej 20 milion lek, pa TVSH, si dhe një ndihmë prej 150.000 euro nga qeveria greke në materiale ndërtimi. Pas ceremonisë së thjeshtë pranë pikës kufitare të Sopikut, dy zëvendës ministrat përshëndetën të pranishmit. Është kënaqësi dhe një moment i veçantë për mua që të jem këtu sot në një vend që mbar në vetvete historinë, traditën dhe shpirtin e mirë të bashkëtesës shqiptaro-greke, për të inauguruar së bashku këtë rrugë të re, një vepër që simbolizon zhvillimin, bashkimin dhe miqësinë. Dropulli ka qenë dhe Pogoni ka qenë gjithmonë një urlidhse mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë tokë njerëzit kanë ndarë jo vetëm kufij, por dhe miqësi, vlera dhe bashkëpunim. Kjo rrugë që sot merret është një dëshmi konkrete e këtij frymëzimi. Një rrugë që lidh jo vetëm dy fshatra, por edhe dy popull, dy shtete që ndajnë histori dhe të ardhmen të përbashkët. Dërsa përfaqësuesi i qeverisë greke, zoti Haris Theoharis, gjatë përshëndetjes së tij i mësoi faktit se Athina zyrtare mbështet fuqishëm rrugën evropiane të Shqipërisë, si dhe do të kontribuojë në përmirësimin e infrastrukturës në zonat ku banon minoriteti etnik grek. Αξιότιμοι Υφυπουργέ Εξωτερικών, φίλοι. Sot inaugurojmë një pjesë të rrugës që lidhin dy vendet tona, që bashkojnë dy popujt tanë, që u japin një mundësi më shumë për mbi jetesë banorëve të Pogonit. Jemi sot këtu për të mbështetur anëtarët e minoritetit grek, por dhe për të rikonfirmuar predispozicionin e qeverisë greke për mbështetjen e integrimit të Ballkanit Perëndimor dhe sidomos të Shqipërisë në rrugëtimin evropian. Της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας. Dy zëvendës ministrat u pritën dhe u shoqëruan kryetari i Bashkisë Dropull zoti Dimitra Toli, i cili gjatë takimit me banorët të Sopik kërkoi në emër të tyre dhe të gjithë banorëve të Pogonit ndihmë për rikonstruksionin e plotë të segmentit rrugor pika kufitare Sopik Poliçan, si dhe funksionimin me një turn të doganës nga të dy anët e kufirit në Sopik, në mënyrë që emigrantët të kthehen vetëlindje me automjetet e tyre.